Pronari i biznesit Lufa Print në Shkodër, Lulzim Mehmeti ka dhënë dëshminë e tij para policisë pas vendosjes së tritolit pranë ambienteve të kompanisë së tij mbrëmjen e së martës. Ai ka deklaruar se nuk ka patur konflikte, kërcënime apo shqetësime që mund të lidhen me ngjarjen. Nuk kam asnjë ide se kush mund ta ketë vendosur sasinë e eksplozivit. Nuk kam patur probleme me askënd dhe asnjë lloj kërcënimi. Ne operojmë prej vitesh në fushën e reklamave dhe marketingut në Shkodër dhe nuk e kuptoj arsyen e këtij sulmi. Gjatë ditës kam qenë në banesë për shkak të një viroze. Shpërthimi ndodhur rreth orës 22:20 të mbrëmjes së 9 dhjetorit ka krijuar panik në zonën e ish-fermentimit. Për shkak të zhurmës së fortë ndonse lënda eksplozive nuk ka qenë në sasi të madhe. Nga kamerat e sigurisë sekuestruara nga policia është vënë re se 2 persona të rinj kanë mbërritur me motor pranë subjektit dhe kanë vendosur lëndën plasëse pranë qepenave të Lufa Print, duke u larguar menjëherë më pas. Autorët mbanin veshje me kapuç dhe fytyra e tyre ishte mbuluar, çka e vështirëson identifikimin. Pas shpërthimit ata janë larguar me shpejtësi në drejtim të njësisë Rethina, një zonë rurale pa kamera sigurie. Hetuesit dyshojnë se ata mund të jenë paguar për kryerjen e këtij akti.